Kam qenë për djenë bashki, i këtë thot kam fëmin pa ilaçi, i këse ku më ketë më thonë më për buzin. A që dhe hu fëmijat kokë nuk batë më ropi, thot, shë hu kokë sëk në këne. Ta ka thënë bashki këtë? Gjithë kush nuk batë më njëri, thot, jepi që jepsh. Jo për shqiptarë të mirë. Si ke ardhur ti këtu? Kam ardhur se jem dërzu nga shteti shqiptar se më bëj heci për 10 vite që nuk kam mas e lloj nime për këtë fëmijë. Se kur i ka rros për 7 për fëmijën tem. Ilaçe to 10 vite unë marr një tani 480 çdo muaj. Ilaç nuk i përballoj dot me kem 320.000 lekë që morën bashkë me kujdestarin që kam unë për fëmijën tem. Nuk i përballoj dot. Burrin që ka posponuar ndërtim, a kalon ndërtimin se ka bë operacion me zemër, me stomak, ka bë për nuk. Po na punë fshati ku gjin më ditë. He më buk, i herë pa buk, shumicën më vujtit pa pame. Sa di që halli ka fëmijën, ka kalu moshën 6 muaj, ka kalu paralizë cerebrale në kokë. Pari viti ka prek hem komën, hem krahun, që nuk e lëviz fare. Panim kam ndjek shumë për çunin. Unë jetoj në Rogozhin, merr në Rogozhin afër spitalit Rogozhinës. Jetoj me shtëpia. Po për çfarë të është gjendur ty shteti deri tani? As për i gjon, vetë për shkatru, ja për trogullu, as për i gjon, mu ja. Unë nuk kam lënë zërë shtete pa shku, mirë, ko mojnë vëtimet, ko kenë vëtimet, ta vim derë, na kërkojnë votë, thoshë dhe të nemojnë të, dhe të nemojnë te. As i gjon nuk na kene mu, na me dhe ndërët për shkojnë bashki, nuk ne nemojnë, e një më ekonomiki që patë 50.000 lekë, anë ta më hoqen, me shpi 5.000, ma ka hake Edi Rama. Protestë ndalë, vetëm të rëzoj me Edi Ramën pika parë, inshallah do zoti një mundësi vetëm për çunin tem. Qa nevoje ka çuni yt? Nevoje ka për ilaçe pika për që ka në vend bukës, a në përshime të bazë për panulinë për të gjërën që i ka të përditshme, nuk e përballojnë dot. Unë kam parë ty që vjen në protestë, por nuk e karrocë? Nuk kam karrocë. Nuk kam karrocë. Nuk kam se bashkia mund ta mbi karrocë shënë më rrotë karrika, e rrëzohet me ata, jo ke bashkip në djalin e fëmisë tem. Fëmijën da karrocë për 7 për fëmijën tem, ata tallën në mua thotë që po 3 njerë i ka boje vetë, gjinje vetë privat, bo që dush vetë, na s'thot skimi. Na mëdhen dërë, na kenë përzon. A në më telefon kë shkojnë bashki, ma heken telefon, ma nën këtë erë. Kam vujt zezë në to 10 vite, do për spitalet, do për qeveritarët, për bashkit, për zërët, për çdo lloj gjëje u ka vujt shumë, jemi nënë vujshme. Zot, po të hiket Edi Rama këtë botën do bëj dark, unë jem fukara, po të ta bëj dark për atë. Se mu këtu më ka push shumëshin e nonës. Imi shumë vujti në më atë i fëmijë, që nuk di se ko është i do të njerët ki i ka jetën vend, pa po pushje 320.000 lekë mujtë bashkë me kujdestarin të emë, që o vraj o zot, shteti shqiptar. Për mua o zot, jabi të rrekin sa mu para, në botë zemër sa i malë, për këta shtet hajdut. Kam qe për djenë bashki, i këtë thot kam fëmin pa ilaçi, i këse ku më ketë më thonë më për buzin. A që dhe hu fëmijat kokë nuk batë më ropi, thonë, shë hu kokë sëk në këne. Ta ka thënë bashki këtë? Gjithë kush nuk batë më njëri, thot, jepi që jepsh. Por ti, sa vjeç është djali? 10 vjeç, hecën për një llit, nuk dorëzohem për të vjetin. Ti je nënë, nuk do dorëzohesh? Bot, ja. Mu ka thonë doktor Armando Sheu që kam në vazhdim, a në me mentor Petreli më ke thonë që nuk ka fëmijët dëshirim, do ilaçe, i ditë e dytë ndërpretish ilaçe, ti hep temperaturë 41. Ka një 13 ditë me oksigjen, a një thosh shkove ka bashki, pse me kënë hek nime në ekonomike, dhe se ka marrë, kam gjetë shpinë pa bukë. Më ke thonë vetëm kaq. Ponojnë me burrë se ka javë, që ponojnë hen javë ku të gjithë punën e se është bërnot ka barko. I stresi pa më në vla, a 6 herë që ve këtu, ne? Më ke thonë bashkirë Rogozhin, që ke deshtë tje, që të shkot e ne, në të keni një mundë, të keni bojtë sopë shpi, a pa të shpi 3+1, ma bon 2+1. Kjo nuk është shtet, kjo është shtet hajdut, se fëmijët e vetë, i smonë fëmijët e vetë, dhe Edi Rama, i smonë fëmijët e vetë zarë, a që gjithë se botë, a të kem që mërë fëmijëm, Edi Rama i pe kafe mjestë. Ke frikë më vlad, në është mjestë, kam frikë në është mjestë, a di që dëmpresi, 300.000 lekë da panulinën mujtë, pa ilacet, pa harmja pime, pa lamje shplame, të jetë, vojnë dritë 50.000, 20.000, 30.000.
që më ka një mu lajki, falenderoja lajkin e në hoxalat, ka paga nga pa që më ke unë ka i nin.